Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku një tavë shumë të thjeshtë me patate dhe mish pule. Do ta shikoni edhe vetë procesin se sa kollaj do ta përgatisim këtë recetë. Ju duhen shumë pak përbërës dhe në fund fare do përftoni një tavë shumë të shijshme. Mendova që këtë recetë andaj sot me ju për t'ju servirur një mënyrë ndryshe se si mund t'i gatuani patatet. Prandaj tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Ajo që do të bëjmë në fillim është përgatitja e patateve. Thjesht patatet i qëroni dhe i vendosim për të zier. Në këtë rast, për këtë recetë unë kam përdorur diku te 6 ose 7 patate me madhësi mesatare. Në varësi të numrit të anëtarëve në familjen tuaj, do të vendosni edhe se sa patate do të përdorni. Gjithashtu, mos harroni që të vendosni edhe mishin e pulës për t'u zier. Në këtë rast mund të përdorni çfarëdo lloj mish pule që keni dëshirë, mund të përdorni qoftë pjesën e kraharorit, mund të përdorni kofsha pule, pra si të keni dëshirë. Thjesht pulën e vini për të zier dhe ndërkohë përgatisim patatet. Patatet pasi kanë zier, do t'i shtypim ato për të formuar një pure. Gjatë kohës që shtypni patatet, mund shtoni tek ato pak krip, pak piper të zi dhe gjithashtu do të shtojmë edhe një gjysmë gote të vogël me qumësht për të përftuar një pure kremoze. I shtypim mirë patatet dhe më pas puren që përftuam e shtrojmë tek tava ku do të përgatisim edhe recetën. E niveloni mirë puren në tepsi dhe tani sipër pures do të hedhim mishin e pulës. Mishin e pulës, pasi keni zier, thjesht e coptoni në copa të vogla dhe e vendosni mishin sipër pures që keni shtruar në tepsi. E niveloni mirë edhe mishin e pulës. Dhe tani sipër tyre do të hedhim edhe beshamelin. Tani tavën e lëm kështu siç e kemi përgatitur. Dhe ne do të përgatisim beshamelin për t'ia hedhur sipër patateve dhe mishit të pulës. Për përgatitjen e beshamelit, në një tenxhere ose në një tigan të thellë, do të shtojmë një lugë gjysmëgjelle me gjalp. E lëm gjalpin që të shkrijë dhe tani në tenxhere do të hedhim edhe një lugë gjysmëgjelle me miell. Do ta trazojmë mirë edhe miellin me gjalpin. Gatimin e beshamelit do ta bëjmë gjithmonë në zjarr mesatar të ulët, pra jo në zjarr të lartë, dhe në këtë rast mielli nuk na duhet që të ndryshojë ngjyrë ose që të na digjet, por vetëm sa të kaurdiset pak, në mënyrë që të dalë ajo aroma e miellit. Pasi e kaurdisim për disa sekonda, në tenxhere do të shtojmë edhe qumshtin e ftohtë. Për këtë recetë, me këto përbërës që unë ju dhash, unë kam përdorur 2 gota të mëdha plot me qumësht. Gota në këtë rast është gotë e madhe ujë 250 ml. E shtojmë qumshtin pjesë duke e trazuar në mënyrë të tillë që miellit mos na bëhet kokra. E trazojmë me një tel dore derisa të shikoni që mielli do të tretet komplet. Dhe tani beshamelin do ta lëm që të marrë val, duke trazuar vazhdimisht në mënyrë që të mos na kokrizohet. Edhe kur shikoni që salca ka filluar të marrë val dhe ka filluar edhe të trashet pak, në këtë pikë salcën e kemi gati. Për trashësinë e salcës vendosni vetë
por mirë është që salca e beshamelit në fund të mos jetë fare e trash, pasi mos harroni që salca do të gatuhet sërish, pasi do ta hedhim sipër tavës. Mua më pëlqen që salca e beshamelit të ketë një trashësi mesatare, pra as shumë e trash dhe as e holl fare. Dhe kur arrini në këtë pikë, pra që salcën e keni me trashësinë që doni, e heqim nga zjarri dhe tani e keni gati. Dhe tani mund ta lini për disa sekonda që të pushoj pak për t'i dalë ai avulli i nxehtë i gatimit dhe më pas ja hedhim tavës sipër. E nivelojmë të gjithë beshamelin sipër mishit të pulës dhe tani ndezim furrën dhe e lëmë që të nxehet në 200 gradë Celsius. Gjatë kësaj kohe, tavën sipër e mbuloj me pak djath kaçkavall ose djath për pica. Varet çfarë lloj djathi përdorni ju kur përgatisni pica. Djath mund të përdorni sipas dëshirës suaj. Unë kam përdorur diku te 100 gram djath, të cilin e kam ngrirë dhe më pas e kam shtuar tavës sipër, e kam niveluar mirë. Dhe kur furra është nxehur aq sa duhet, tani tavën e fusim në furrë për të paktën 20 ose 25 minuta. Nuk ka nevojë për më tepër, mjafton që pjesa sipër e djathit të marrë pak atë ngjyrën e pjekjes. Edhe në këtë pikë, tavën e keni gati. Nuk ka nevojë të pishet për më tepër, pasi mos harrojmë që edhe patatet janë gatuar më parë, gjithashtu edhe mishi pulës. Pas 20 ose 25 minutash e keni gati, mund ta hiqni nga furra, e lini pak që të ftohet, e presim sipas formave që doni dhe më pas e servirni për familjen tuaj. Më besoni që është një tavë shumë e shijshme, fëmijët do ta pëlqejnë shumë. Gjithashtu mund ta përdorni edhe në raste se në familjen tuaj keni mysafir të ndryshëm. Unë shpresoj shumë që kjo recetë t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni t'i jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miq dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilin e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme, bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.